Disa njerëzve u duhen mbi 20 vite martesë për ta parë një keq kuptim të zakonshëm që do ta zgjidhim sot. Koncepti quhet holding space ose të mbash heshtjen, sepse nuk ka një përkthim në shqip fiks të këtij termi dhe kjo është gjithashtu një pjesë e problemit, ndaj le ta quajmë për momentin të mbash heshtjen. Tani, përpara se të hyjmë në detaje dhe të shohim se çfarë do të thotë të mbash heshtjen, diçka që gjyshërit tanë bënin instinktivisht, por ne disi gjatë rrugës e kemi harruar se si bëhet. Imagjino sikur partnerja apo partnerja jote hyn në shtëpi duke shfryrë, shumë e mërzitur sepse ka patur një ditë plot me ngatresa në punë, ose e dashura jote për shembull ka organizuar një mini party për festën e pasdiplomimit dhe më shumë se gjysa e të ftuarve nuk paraqiten. Pra në një farë mënyrë në të dyja situatat ti direkt apo indirekt je pjesë e problemit. Tani çfarë bën ti në këtë situatë? Si e mbron veten? Si e rregullon situatën? Në këtë situatë ti do kesh dy reflekse për të vepruar, që të dyja janë të gabuara. Refleksi i parë është të përpiqesh t'i thuash mos u shqetëso, e kuptoj që kjo të bën të ndihesh keq, pra ti validosh ndjenjat, ti miratosh ndjenjat personit tjetër. E dyta është mentaliteti i riparuesit, pra to fix the thing, i ndreqësit, pra duke përpjekur që ta këshillosh se si ta rregulloj situatën. Pra, edhe kur përpiqesh ta rregullosh situatën, edhe kur mundohesh ta qetësosh personin tjetër, humbet në të dyja rastet. Ekziston edhe një opsion i tretë ama. Përpara se të mësojmë konkretisht se si bëhet hap pas hapi ky opsioni i tretë, duhet shohim më konkretisht pse që të bindemi, pse dështojnë dy metodat e para të vjetra që folëm më lart. Imagjino këtë skenarin këtu. Francesca kthehet nga puna, përplas derën, lëshon çantën dhe shfryn. Shefja ka kritikuar padrejtësisht përballë gjithë zyrës. Në këtë moment ti ke vetëm dy reflekse. Refleksi për të reaguar dhe refleksi për ta qetësuar, që janë të dyja të gabuara. Refleksi i parë është rregullimi. Kultura shqiptare e këshillës, pra, ku çdo daj është avokat, çdo teze është mjeke, çdo komshi është një ekonomist, sapo hap gojën ti për ndonjë hall, të vjen plani direkt A, B, C, D se si rregullohet gjëja. Pse dështon kjo metoda e rregullimit? Personi tjetër nuk erdhi për zgjidhje tek ti. Këshilla e pakërkuar është njësoj sikur ti thuash tjetrit ti nuk di, ti je i paaft ta ndreqësh gjën. Refleksi i dytë, qetësimi. Arsenali shqiptar i qetësimit, jo vetëm shqiptar, edhe botror, ku i thua tjetrit mos u bëj merak, harroje, ka edhe më keq. Hajde ha diçka. Dhe tani në këto kohët e fundit ka dalë edhe versioni i terapistit ku i thua tjetrit të kuptoj plotësisht, është normale të ndihesh kështu. Pra, përpiqesh ti validosh ndjenjen, t'ja miratosh. Thjesht disa njerëz u ngritën nervat kur u miraton ndjenjat. A thua se çapo thua. Edhe kjo dështon, sepse duket sikur në të vërtetë ti po i thua tjetrit ose tjetrës, pushos ndjeri. Por arsyeja më e fortë pse këto dyja reflekse dështojnë nuk ka lidhje me personin tjetër, ka lidhje me ty. Për ta kuptuar se si ti pa dashje bëhesh pjesë e problemit, duhet kesh parasysh konceptin e asaj që quhet kordoni emocional. Është si një kërthizë e padukshme ku pjesa asaj vuajtjes që po kalon tjetri e përjeton edhe ti. Ne për shembull në filma qajmë edhe pse e dim se aktorët po shtiren. Kur i thua Franceskës mos u bëj merak se është asgjë, nuk po e bën për të, po e bën për veten tënde, sepse emocioni i saj negativ po të vjen edhe ty. Ti se duron dot dhe po mundohesh ta fikësh burimin e vuajtjes që po transferohet tek ti. Tani opsioni i tretë është holding space, ose fjalë për fjalë mos veprim i qëllimshëm. Nuk është se ti nuk je duke bërë asgjë, as se je i shkputur apo se po bën diçka tjetër, as nuk rregullon syt kur po flet personi tjetër. Është njësoj sikur tjetri është në një gjendje negative emocionale dhe ti po i mban qesën ku ai të lëshoj, ti lëshoj të gjitha gjërat aty. Është si thuash kur tjetri është në një gjendje negative emocionale, është sikur tjetri të ketë të vjella dhe ti i mban ballin dhe e ndihmon që ta nxjerr më shpejt. Si nëna që i mban ballin fëmijës, që e ndihmon që ta përballojë më shpejt për ta nxjerrë atë toksicitetin e brendshëm që i është krijuar. Holding space pra është fix ti mbash qesën tjetrit, okay? Që ai të hedh në të gjëra. Nuk është shkputje pra, është mos veprim i qëllimshëm. Pra nuk është se ti po rri në gjendje pasive dhe po e dëgjon kështu ndërsa tjetri po flet. Është mos veprim i qëllimshëm, pra që do të thotë
ti ke dëshirë të veprosh, sepse tjetri po ta ngacmon ty gjendjen tënde të brendshme, por ti po zgjedh të mos veprosh mbi gjendjen tënde emocionale qëllimisht. Ja pse quhet mos veprim i qëllimshëm. Edhe pse ke dëshirë të veprosh, të reagosh, të përgjigjesh, ti zgjedh qëllimisht të mos e bësh atë gjë. Por në ato qaste të shërbesh vetëm si ai personi që mban qesen dhe ata të lëshojnë të vjellat toksike emocionale që kanë akumuluar gjatë ditës ose për një periudhë të caktuar. Ndryshe është kur ti e këshillon, sepse në këtë rast kur ti jep këshill, pra the fixing mentality, kur përpiqesh ta rregullosh gjën, për t'i dhënë këshilla se si ta rregullosh të gjën, për ta mësuar tjetrin, si në rastin kur përpiqesh ta qetësosh duke i thënë që të mos mërzitet, pra ti pushoj emocionet, në të dyja rastet ti po i rrëmben timonin tjetrit, okay? Në të dyja këto reflekse që folëm më lart, ti po e rrëmben timonin e tjetrit për ta drejtuar situatën, ndërsa kur e mban heshtjen, kur bën mos veprim të qëllimshëm, ajo që në të vërtetë je duke bërë është se ti po e lë timonin në dorën e tjetrit, që të vazhdoj aq sa e ndjen tjetri, të nevojshme për të vazhduar, dhe ti mban qesen. Tani, kur është momenti që ti ke kuptuar se duhet të ndërhysh, kur gjendja jote, pra sinjali yt i brendshëm është gjithmonë lidhet me ty, gjithmonë lidhet me inteligjencën tënde emocionale, kur ti e ndjen se fjalët e tjetrit edhe gjendja po përsëritet, pra po bëhet e njëtrajtshme, aty e kupton se tjetri është shfryr dhe tani thjesht po ripërsërit, po ripërtyp të njëjta gjëra që i tha një herë, okay? Këtu është momenti që do t'i thuash, a ke nevojë që të bëjmë diçka bashk, apo dëshiron të vazhdosh? Ose nëse tjetri ka folur shumë, përtej asaj që ti arrin të mbash, është momenti që ti thuash, të lutem, shumë prej gjërave që ke thënë janë të drejta, janë të vërteta, por këto janë shumë ngarkesë madhe për mua për ta përpunuar në një kohë kaq të shkurtër. Të lutem më jep pak kohë që ti mendoj gjërat, që ti përpunoj gjërat. Okay? Kjo është mënyra se si ti ndërhyn, por pa e rrëmbyer timonin e tjetrit. Okay? Sepse gjithmonë zgjidhja e konfliktit është në varësi të inteligjencës që ti ke për të lexuar brenda vetes tënde, pra është raporti yt me këtë emocionin negativ që të krijohet, që përcakton dinamiken në marrëdhënien me tjetrin. Nëse ti je i vëmendshëm me atë se çfarë po shkaktojnë fjalët e tjetrit brenda teje, atëherë ti nuk je në autopilot, ti nuk reagon në mënyrë automatike, duke kundërsulmuar, duke i thënë s'mund të rria pa ja kthyer atë përgjigjen sepse më ngacmoi, sepse më gjuajti me kunja, sepse më tha fjalë që nuk i durova dot. Pra, ajo që ti nuk po duron është kjo këtu. Dhe nëse ti nuk krijon vëzhgim të brendshëm të asaj që po krijohet tek ti, ti nuk ke shanse që ta kontrollosh, sepse është një thënie në hindu që thot awareness precedes control, pra vetdia i paraprin kontrollit. Nëse ti nuk bëhesh i vetëdijshëm për gjendjen emocionale që po të shkakton tjetri, harroje se mund ta kontrollosh, sepse vetëm kur e sillim në vetdije diçka, atëherë mund ta kontrollojmë. Okej? Jap se të mbash heshtjen është një sport që nuk është për këdo. Kërkon një farë inteligjencë emocionale, kërkon një farë stërvitje, kërkon një farë mprehtësie mbi atë se çfarë po ndodh brenda teje. Pra me pak fjalë, aftësia jote për të ruajtur dinamikat me të tjerët është drejt për drejt e lidhur me aftësinë tënde për të duruar, për të kanalizuar, për të shkërmoqur, për të imtësuar gjendjen tënde të brendshme. Okej? Ndryshe, nëse nuk ke vetdije për atë që po ndodh, që po shkaktohet brenda teje, atëherë do reagosh në mënyrë automatike. Okej? Kështu që kjo është, si thuash, holding space, që është diçka shumë e rëndësishme, sepse për ndryshe lidhja jote do të bëhet një torturë, një luftë e përditshme, një kurth ku ti ndjesh sikur nuk ke dalje dhe ndoshta eventualisht mund të çojë edhe në zgjedhje të vështira në jetë pastaj. Okej? Të
Të vjetrit, si e bënin të vjetrit tonë? Nëse e ke parasysh të plakun dhe plagën kur dilnin për të pirë kafe në pasdites në verandë, e ke parasysh se si plaka fliste ankohej tërkohes dhe për punët e shtëpisë, për kopshtin, për çdo gjë tjetër, ndërsa plaku rrinte dhe vetëm dëgjonte, nuk ndërhynte, thjesht mund të bënte ndonjë, pra i ishte i pranishëm, i ishte i lidhur me tjetrën emocionalisht, por nuk ndërhynte, okay? Kjo është ajo që ai po bënte instinktivisht, që quhet holding space, okay? Ai po e lejonte tjetrën që t'i nxirrte. Okay? Thjesht po mbante qesen. E njëjta gjë ndodh për shembull në ritin mortor shqiptar, ku njerëzit që shkojnë për ngushëllime flasin shumë pak. Pse? Sepse holding space nuk është të flasësh, nuk është sekreti holding space të flasësh. Sekreti holding space është të jesh i pranishëm fizikisht, pra të tregosh me gjuhën tënde të trupit dhe gestikulacionet e tua dhe shprehinë e fytyrës që ti je i pranishëm në dhimbjen e tjetrit, por nuk e verbalizon, nuk flet. Thjesht prania jote e mban heshtjen. Ndoshta kjo është edhe arsyeja pse nuk ka një përkthim në shqip për këtë fjalën të mbash heshtjen, sepse ndoshta nuk është e nevojshme një fjalë për ta përshkruar.